Ndërkohë të doja të dija sa na prek ne si qytetar shqiptar. Pasi që tani kam dëgjuar të plot miq të mi të cilët ankohen se nuk kanë arritur dot të marrin viza, ndërkohë që një kohë shpresonim u duk se po merreshin shumë më lehtësisht edhe udhtimi qoftë për turizëm apo për punë apo për studime ishte më i thjeshtë. Reflektohet edhe kjo edhe për shqiptarët këto masa dhe kjo linjë e re të vepruarit të presidentit Trump? Ndjesit mund të jenë shumë subjektive, pra shumë personale se si gjenerohen, varet nga çfarë lajmesh ndjek apo çfarë në mënyra se si në fakt çdo qenie njerëzore ka atë prirjen e vet për të interpretuar lajmet bazuar në formimin e tij, eksperiencën personale apo asaj grupi njerëz si të takon. Aq sa ndjek unë, situata është jashtëzakonisht delikate për çdo që nuk është shtetas amerikan. Të më thënë mënyra se si veprojnë agjensitë e zbatimit të ligjit në Amerikë duket shpeshherë i kapërcen kufit të legitimitetit e të ligjshmes. Ndërkohë është e kuptueshme që ndodhi të tilla kur vriten ushtarët e gardës kombëtare apo kur ka vrasje për dhunime nga emigrante paligjshëm të Bashkuara të Amerikës, patjetër që administrata vepron në emër të popullit i cili kërkon masa më të ashpra. Është fakt që për 4-5 vitet e fundit, domethënë me sa dëgjonin për gjendjen në kufirin jugor të Bashkuara të Amerikës përpara se të vinte zoti Trump në pushtet, kishte me mira, 10 mira, 100 mira njerëz që hynin në Shtetet Bashkuara të Amerikës pa asnjë lloj kontrolli dhe njerëz të cilët qysh në atë kohë edhe vëzhgues të huaj që shkonin dhe bënin reportazhe lidhur me këtë situatë, hidhnin dyshimet të forta sepse mund të kishte prej tyre grupe të organizuara që në të ardhmen të kryejnë veprime sabotazhi apo veprime armiqësore ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu që është problemi. Tash po shtoj të dimensionin e tre fish. Njëri është teknik që ekziston, tjetri është politik që i duhet të reagojë në mënyrë të përshtatshme. Nga ana tjetër dhe këto organet e zbatimit të rendit janë në një pozitë delikate ku shpesh veprojnë përtej të themi kompetencave të tyre apo përtej fuqisë lejuar. Ne do t'i kthehemi tani asaj që prezantuam edhe në fillim, çështjes së Ukrainës dhe përpjekjeve të Donald Trump për të arritur një marrëveshje paqe. Vazhdimisht po flitet, por ende nuk është bërë konkrete një raundi dytë bisedimesh me Vladimir Putin, i cili duket se po përdor më mirë armën më të fortë ruse, atë që është dimri. Dimri që e ka bërë Rusinë në shekuj të fitojë betejë, mbase me ushtrit më të forta të botës, duke se këtë dimër kërcënon tani dhe Ukrainën, pse jo dhe me këtë dimër mund të kërcënoj dhe disa vendet caktuara të Evropës. Të gjitha përpjekjet diplomatike që bëhen për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, të luftës, pushimin luftës janë të mirëpritura dhe nuk besoj se ka njeri në botë që nuk merr frymë lehtësuar sa herë që dëgjon për iniciativa të tilla apo për plan paqe aq më shumë kur vjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës me autor, të themi vetë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Problemi është që kushdo që hyn në jo thellë shumë, por në brendësi të situatës dhe të shkaqeve pse u shkaktuar kjo luftë, e kupton fare mirë që diplomacia në këtë rast është thjesht ajo që i duhet edhe rusëve, edhe amerikanëve, dhe ukrainësve, dhe evropianëve për t'u thënë popujve të tyre apo opinionit publik ndërkombëtar që ne po bëjmë përpjekje, por në fakt po të nisesh nga kërkesat e rusëve dhe nga mënyra se si i shikojnë ata shkaqet pse ka shfilluar lufta, pse ka shpërthyer lufta. Si i shikojnë Ukraina, si i shikojnë amerikanët sot me Trumpin, si i shikojnë dje me Joe Biden, si i shikojnë europianët, është jashtëzakonisht e qartë që janë dy qëndrime kaq larg njëri tjetrit saqë nuk ka vend për diplomaci. Dhe rusët, perëndimorët mendojnë që rusët janë thjesht imperialista, do pushtojnë Ukrainën, pastaj do pushtojnë gjithë Evropën dhe do vendosin të perandorinë cariste apo perandorinë komuniste apo perandorinë ruse në gjithë Evropën. Ndërkohë që po të shikosh një çik më në thellësi, sipas profesorit të Universitetit të Chicagos John Mearsheimer, jo vetëm që nuk ka indicie të sakta dhe të plota për këtë objektiv rus, po shikojmë kapacitetet ushtarake, ekonomike, politike, diplomatike që kanë dispozicion Rusia në këtë gjendje që është zorse të shkon mendja që mund të jenë të aftë kur ata s'po nënshtrojnë dot Ukrainën me mbas 4 vjetësh dhe kanë përparuar kaq pak. Po le të themi që janë imperialist për perëndimorët Ukrainën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana e Rusisë,
Ukraina në NATO, Ukraina e armatosur dhe shkelja e drejtave të rusëve e me radhë, janë rreziqe ekzistenciale për Rusinë. Në konceptin e tyre të mbrojtjes, bazët e raketave mbrojtëse në Poloni dhe në Rumani, shtuar me bazët e raketave që mund vendosen në Ukrainë, që ose Ukrainë do ishte antar i NATO-s, rikthejnë rrezikun e kohës së Reaganit, ku Rusia mund gjendej në një goditje bërthamore dekapituese, pra që e shkatronte gjithë arsenalin ushtarak të Rusisë, pa i lënë kohë që të reagonte. Në këto kushte, ku Rusia konsideron rrezik ekzistencial dhe Ukraina nga ana vet e konsideron rrezik ekzistencial, Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të situatave gjeopolitike, të fuqizimit të Kinës dhe të çvendosjes së ekuilibrit fuqive, po don të tërhiqet nga ky konflikt, ndërsa evropianët mbasi janë prishur njëherë mirë me Rusinë dhe me Kinën, tash është Shtetet e Bashkuara të Amerikës që po i lënë baltë në evropianët. Pra në gjithë të konfiguracion nuk duket se ka vend për marrëveshje paqe dhe për diplomaci. Dhe rusët, si thatë juve, duke përfituar dhe nga kushtet, dhe nga e përsia që kanë krijuar në terren për numrin e ushtarëve, për numrin e armatimit që kanë, në mënyrë të veçantë artillerisë, duket që janë të prirur të japin drejtim kësaj pune në fushën e luftës, çka është zgjidhja më e mundshme, po dhe zgjidhja më e keqe e mundshme për situatën që do ndodhi më pas në Europë dhe në Rusi dhe në gjithë botën, sepse rusët me përshkallëzimin e situatës ushtarake, pra me rritjen e numrit të ushtarëve dhe numrit të sulmeve të tjera, pra kemi një përshkallëzim të situatës ushtarake, rusët kanë përshkallëzuar dhe kërkesat e tyre për më shumë territor dhe për më shumë influencë në Ukrainë. Kështu që në qoftë se sa më shumë që të vonohet marrëveshja, sa më shumë që të vonohet zgjidhja, rusët do të nga sa duket, do të kërkojnë të aneksojnë edhe Odesën, edhe Harkivin, çka do ta kthejë realisht atë që mbetet nga Ukraina, një shtet të cunguar, krejtësisht të paaftë për të funksionuar, por që i përshtatet shumë mirë interesave të rusëve që mos jetë një kërcënim për Rusinë.